Kjo e diel e 23 marsit ka shënuar një ditë mjaft të veçantë për klubin e futbollit Flamurtari dhe për të gjithë tifozët vlonjat. Kjo pasi skuadra Kuqezi feston ditëlindjen. Flamurtari ka mbushur plot 102 vite nga themelimi, plot suksese, krenari nga një prej skuadrave më me histori në futbollin shqiptar. Dhe në këtë ditë nuk ka se si të mungoj edhe një postim nga klubi me rastin e 102 vjetorit të Flamurtarit. 102 vite krenari, histori, sukses, një dashuri, një pasion, një qytet, shkruan klubi në rrjetet sociale. Klubi futbollit Flamurtari u krijua 102 vite më parë, ndërsa ka një histori mjaft të pasur, ku numëron një titull kampion, 4 kupa dhe 2 superkupa të fituara. Po ashtu ka luajtur 30 ndeshje. Gjithashtu mund të theksojmë se pasaporta europiane të fituara në 30 ndeshjet e zhvilluara me pjesëmarrje në Kupat e Europës, me bilancin 6 fitore, 4 barazime dhe 20 humbje, me golabarazh 27-55. Flamurtari është legjendar. Flamurtari është dashuri dhe emocion. Ndaj të gjithë në këtë ditë e urojnë për gëzuar këtë ditëlindje të 102 vjetorit. Pikërisht ky 102 vjetor e gjen skuadrën edhe me një arritje shumë cilësore dhe me një objektiv tashmë thuajse të realizuar, pasi skuadra bregdetare Kuqezi, pas gati 5 vitesh në ligat inferiore, do të shkojë aty ku e ka vendin, tek më të mirët e futbollit shqiptar, duke u ngjitur në Superlig. Dhe është shumë pranë në fakt Superligës, gjë që ky 102 vjetor i krijimit të klubit pritet të festohet, pse jo edhe në mënyrë madhështore, në momentet kur skuadra të ngjitet në Superlig, në përfundim të këtij sezoni futbollistik.